Autorët shqiptar prezantohen edhe këtë vit përmes Qendrës Kombëtare të Librit dhe Leximit në Panajirin Ndërkombëtar të Librit në Leipzig, i cili po mbahet nga kjo e njëjtë deri më 30 mars. Pjesëmarrja e vendit tonë në Panajirin e Leipzigut, një nga panajiret më të mëdha të librit, është ngjarje me rëndësi për letërsinë shqipe. Motoja e këtij viti është "Fjalët lëvizin botën". Këtu janë autorët shqiptar. Kemi në fillim kam Rita Petrën aty, kemi Julieta Nishanatën, kemi Namik Doklen, kemi Ahmet Kataresi gjithmonë nuk mundon dhe nuk ishte sësi të ndodhë të ndryshe, s'kishte sësi. E veçanta e këtij viti është se Shqipëria dhe Kosova janë bërbashkë në përpjekje që Kosova të jetë pjesë e rrjetit Traduki. Shqipëria është duke evoluar që Kosova të jetë pjesë e rrjetit Traduki, por i mbështet diversinë. E vendeve të vogla, jo vetëm në gjuhën gjermane, por në gjuhë të tjera të rëndësishme të rajonit. Në mbledhjen e radhës që ne kemi në Zagreb, shpresojmë që shpejt të kemi dhe votën e vendeve si Serbia, e cila është pjesë e kësaj organizate. Kosova në përmjet Bibliotekës Kombëtare të Kosovës që të jetë pjesë e rrjetit letëror Traduki me qëllimin e promovimit të letërsisë shqipe të Kosovës dhe krijimin e urave të bashkëpunimit të organizatave shqiptare të tjera. Kjo është shumë e rëndësishme dhe shpresojmë që së shpejti të arrijë. Qendra Kombëtare e Librit dhe Leximit në këtë ngjarje do të mbajë edhe aktivitete dhe diskutime mbi librin shqip në kontekste më të gjëra hapësirash dhe letërsinë bashkëkohore shqipe, traditën, gjuhën, si dhe përkthimin.